Kryebashkiaku i Pogradecit Ilir Xhakolli tha se së shpejti të gjithë piktorët e Pogradecit do të kenë këndin e tyre të veçantë për të shitur veprat e tyre. Një hapësirë e tillë do të mundsohet në qendrën e re të vizitorëve në Drilon, ku çdo piktor do të ketë mundësinë të shfrytëzojë falas ambientet për të shitur pikturat e tyre tek vizitorët. Këtë Xhakolli e bëri me dije teksa vizitoi atelien e piktorit pogradecar Gentian Zeka në fshatin Rëmenj. E kemi bërë atë qendrën e vizitorëve, një pavion ja u kemi lënë piktorëve të Pogradecit. Secili ka material për të shitur, e ve atje, i ve dhe çmimin, ja u le atyre me inventar. Dhe se aty do jetë vendi që do vizitohet më shumë. Ky angazhim është pjesë e vizionit të Bashkisë Pogradec për të nxitur artin dhe kulturën si pjesë të rëndësishme të jetës së përditshme dhe zhvillimit lokal. Gentian Zeka është autori 10 ekspozitave kombëtare e ndërkombëtare, duke i treguar botës se arti në Pogradec është pjesë e pandare e përditshmërisë, e se Pogradeci, natyra, fshatrat e tij janë muza frymëzimi për piktorët, artistët dhe shkrimtarët.